Shikues të cëna ju përshëndes, në vijim do të flasim për situatën politike në vend, teksa na ndajnë rreth 2 javë nga zgjedhjet e 11 maj. Do të kemi në lidhje Skype kryetarin e Partisë Demokristiane, zotin Nardë Ndoka. Zotin Ndoka, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, kënaqësi. Fillimisht do doja ta nisja me një zgjedhjen tuaj personale për të qëndruar jashtë listave të kandidatëve për deputet, por gjithmonë në koalicion me Partinë Demokratike. Pse keni vendosur të largoheni nga politika aktive në parlament? Normalisht unë kam një jetë të tërë tashme në politikë, jam themeluesi i Partisë Demokratike, pra që në vitet e para, jam zgjedhur 5 herë deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe besoj që ishte momenti për ta marrur një vendim të tillë. Kështu që kontributi do të vazhdojnë në jetën politike, mbështesim koalicionin për Shqipërinë madhështore, jam aktiv edhe në politikë, japim kontributin në çdo qark të vendit dhe besoj që kjo mjafton për momentin. Kuptoj, por edhe pse jeni zgjedhur 5 herë deputet i Parlamentit Republikës Shqipërisë, do të thotë që mbështetja ndaj jush ka vazhduar gjithmonë. Përbën një largimi një figure politike si ju, përbën mbase problem për të djathën, mund të ketë humbje deri diku të votave? Krijon një lloj problemi për Partinë Demokratiane, kjo është një e vërtet, por gjithsesi kur je prezant nuk është vetëm parlamenti ajo çfarë bën një forcë politike interesante për programin e saj, kështu që në këtë aspekt nuk është se më ka munguar shumë, thom drejtën, edhe pjesa e parlamentit, se mënyrën se si është kthy parlamenti, sidomos vitet e fundit, prezenca aty më tepër të bën pis se sa t'jep mundësi. Kështu që në këtë aspekt gjykoj që politika ka mundësi që të ndiqet dhe të bëhet gjithandej. Tani do doja të flisnim për programet elektorale të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në një pikë bashkohen këto dy programe, zotin Ndoka. Sa i përket ekonomisë, ku Partia Demokratike flet për varfëri dhe për ndihmë ndaj shqiptarëve, gjithashtu Partia Socialiste flet për ekonominë, flet për paga më të larta, për paga mesatare më të larta, për rritje pagash dhe shkuara drejt Bashkimit Evropian. Pra, Partia Demokratike flet për të tashmen, Partia Socialiste duket sikur nuk e njeh këtë realitet për cilën flet e djatha dhe flet për Evropën. Cila është e vërteta dhe këtë duhet besojnë shqiptarët? Është e rëndësishme që në një fushatë elektorale të ballafaqohen programet, të ballafaqohen idetë, liderat, kandidatët për kryeministër për drejtimin e vendit. Dhe kjo për fatin e keq nuk ka ndodhur. Ne kemi sot një mazhorancë e cila e ka mbyllur mundësinë e ballafaqimit elektoral, pra nëpërmjet publikut. Zoti Rama me vetdije të plotë ka anashkaluar ballafaqimin mediatik, i cili është domosdoshëm, pra që dy lidrat dalin përballë mediave të shpalosin programin e tyre dhe qytetarët të gjykojnë dhe të mendojnë se cili është më afër problematikës së tyre. Zoti Rama e ka shmangur këtë ballafaqim për faktin që ka një konsum të jashtëzakonshëm në këto 12 vite, ka afera korruptive mbi vete, me subet e tij, mbi anëtarët e kabinetit të tij, por që e përfshin në mënyrë drejt për drejt edhe atë vet. Nuk ka arritje, nuk ka bilans në këto 12 vite, përkundazi ka gropa që ka hapur gjithë andej në ekonomi, në sistemin shëndetësor, ku së fundit ishte një raport mjaft kritik ndaj tij, duke e cilësuar madje me mosveprimit e tij
i cili ka ndikuar si një kriminal tek smonër, tek pacientët e shqiptar dhe ishte rasti i onkologikut që si provë dhe fakt. Nga ana tjetër kemi opozitën, si asnjëherë tjetër në këto 30 vite me një program realisht të gjatë, me një program konservator. Partia Demokratike për fatin e mirë i është kthyer vlerave të familjes, rolit saj, besimit në Zot dhe kjo pa diskutimisht e rëndësishme edhe në këtë tronditje globale që bota pati dhe kjo ndikoi edhe në Shqipëri, pra zhbërja e familjes tradicionale në mënyrë të qëllimshme nga politikat globaliste pati kosto edhe për vendin ton, kështu që përfshirja në program e opozitës djathtë është një lajm i mirë. Pastaj është pjesa programore. Asnjëherë në këto 30 vite nuk ka pasur një program kaq të detajuar, kaq më të prekshëm për qytetarët, duke e vënë theksin së tek ekonomia, tek ulja e taksave, te ulja e çmimit të energjisë elektrike, te heqja e taksave për rrugën, për të vëshën për biznesin, për bizneset e vogla, për pagën për saktimin e pagës minimale, për rritjen e pensioneve, për uljen e çmimit naftë, e cila gjeneron pa diskutim në mënyrë të menjëhershme edhe ekonominë e vendit. Pra nuk ka qytetar të Republikës Shqipërisë apo të diasporës që nuk e shef veten brenda këtij programit. Ka një përsi akoma edhe më të madhe, se ka shumë rëndësi që kush i bën këto premtime, se ka edhe forca tjera politike që hynë detit në kam dhe bëjnë premtime të para argumentuara, të pa besueshme, për faktin që s'kan dhënë prova, ndërsa zoti Berisha e ka këtë merit, masën e besueshmërisë të qytetarët e ka absolute, e ka shumë të madhe, madje edhe tek elektorati i majt, ndryshe Rama, i cili është një mashtrues profesional, është një demagog se asnjëherë nuk ka thënë çfarë nuk ka bërë ato që ka premtuar. Kështu që në këtë sens ballafaqimi i këtyre dy modeleve do të jetë evident me 11 maj. Zoti Ndoka, për te të gjitha këtyre që ju thoni si premtimet paralizuara nga ana e qeverisë për gjatë viteve, ndryshe duket se na shef Evropa. Kemi një status për kandidat për të antarësuar dhe mbas edhe mbyllet negociatave deri në 2027. Nëse nuk do ishin bërë reformat e kërkuara, mbas qëndrojmë dhe vetëm te njërat, ajo ekonomike, nuk do ta kishim këtë status dhe as këtë hapje negociatash dhe përparim kaq të madh kapitujve. Po, të kuptova është një pyetje e drejtë me vend. Kemi pas një realitet të shtueshëm për hir të realitetit të vitet e fundit. Sparit Edi Rama me demokracinë e tij kishte arritur që në një farë mënyrë ta paralizonte faktorin ndërkombëtar me informacione të rreme, arriti që të korruptojë një zyrtar të lartë të FBI-t, kishte influencën e Sorosit duke ndikuar edhe tek departamenti i shtetit, pra duke paraqitur Shqipërinë ndryshe nga sa ishte. Ndërsa sot kemi një realitet krejt tjetër dhe kjo është e veçanta. Opozita dhe Partia Demokratike në veçanti gjatë muajve të fundit ka pasur mbështetjen më të madhe që ka pas në këto 33 vite pluralizëm në Shqipëri. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë për faktin që kanë arritur të informojnë, të ndërgjegjësojnë edhe vendet partnerët e Bashkimit Evropian nëpërmjet partive popullore evropiane, por edhe nëpërmjet informacioneve direkte dhe kontaktet që opozita ka pas gjatë kësaj kohe. Kemi një ndryshim kursi totalisht në raport me SBA, tashmë ato janë prezent. Jo më lak se dje, është parë një mbështetje absolute e Partive Popullore Evropiane për opozitën, janë ato që kanë bazamentin sot dhe drejtojnë Evropën. Mbështetja nga SBA është e qartë dhe do të konfirmohet akoma në mënyrë drejt për drejt në ditën vim. Kështu që në këtë sens kapitulli i Ramës është i mbyllur. Rama sot nuk ka mundësinë që
telefonojnë asnjë personazh të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare, është një person i izoluar, me gjitha aferet e tij korruptive që tashmë i dim, ka tentuar në vazhdimsi, duke paguar me miliona dollar, se ky nuk i numëron ato të vetat të zezat që paguan për lobingje thjesht për një takim me zëvendës presidentin e SHPA-ve, pastaj e uli steken deri tek djali i Donald Trumpit. Gjitha këto tashme kanë evidentuar të asfiksuara, pra në kufit e pamundësisë që ky për keq përdorur ato në mënyrë politike, se ky është edhe qëllimi i tij, një lider i papërgjegjshëm, terma për sulmuar kundërshtarët e tij politik, si ishte rasti i smunjes me autizëm. Kështu që në këtë sens për atë kërkoi falje publikisht. Po, ky e kërkoi një falje, po janë shumë tjera që ka bërë dhe nuk ka kërkuar as edhe një falje. Pra, nuk ka falje për të ka ndeshkim për një personazh të tillë që tallet me gratë dhe motrat e shqiptare kudo që shkon në takime. Pra është bërë më të vërtet një personazh bajat. Ky jo vetëm që nuk ka çfarë të jap vendit, por nëse ky tenton që të vazhdojnë akoma, do të jetë një dramë e madhe kombëtare për gjithë ne. Dakor. Zoti Ndoka, një pyetje të fundit. Në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit, ndryshe nga sa mbaj mend unë deri më tani të paktën, janë më të shumta partitë politike që do të kandidojnë jashtë koalicioneve dhe flas për partitë e reja të krijuara. Sa do të pengojnë qoftë Partinë Socialiste apo qoftë dhe Partinë Demokratike bashkë me aleatët në këto zgjedhje? Sa vota mund të thithin këto parti? Unë shoh pozitive për faktin që skema plurale po mbahet gjallë, për faktin që ka pas një tendencë për ta asgjësuar pluralizmin apo për ta bërë atë dy polar, një kohë që kemi përballë dy parti që e kanë bërë shpesh këtë, kështu që prezenca e këtyre forcave politike është pozitive në aspektin e gjykimit tim, për faktin që mund lindin forca tjera politike, konkurruese. Nuk e shoh që do të ketë diçka pozitive për realitetin në këto zgjedhje, për shumë arsye, ndoshta për arsyet e pa konsolidimit tyre, për disa personazhe demagog dhe folklorik të cilët janë bërë kopje e politikës vjetër, pra nuk kanë prodhuar kauza, nuk kanë mbrojtur kauza, nuk kanë ide që beson tek shqiptarët, janë kufit e demokracisë ekstreme, janë persona të dëshiruar me veten e tyre, me një karrierë të shfrenuar në sytë e qytetarëve. Por gjithsesi që ato janë prezent është pozitive, që në fundit është shumë e rëndësishme që politika të ketë edhe zëra të tjerë përveç dy bloqeve politike. Ka në heshtje një frym që ekziston kundër kësaj mazhorance, që do të marrin një lloj shpagimit me zgjedhjet që kemi përpara. Kështu që duke parë në këtë sens edhe prezenca këtyre partive politike që nuk besojnë të kjo qeverisje që është shumë e madhe, por nuk besojnë për një arsye për një tjetër, as tek opozita apo tek lideri i saj, do të ishte shumë e rëndësishme që këto votat të përfasohen, pra që qytetarët kenë edhe alternativa të tjera përveç dy bllokeve politike. Kështu që unë i shikoj me simpati që në fundit janë prezent, marrin ato një lloj vlerësimit apo një lloj ndeshkimit edhe që kanë të kaluar masën me pragmatizmin e tyre folklorik. Zoti Ndoka, unë ju falenderoj për kohën. Kënaqësi, faleminderit ju.